po I referohemi një lehtësimi universal, ku të preken temat e sferave të jetës në çdo lloj vepre, në titër në vazhdimsi. Do bazohemi tek gurët me simbole, është guri I kushtëzimit, është guri I simbolit të dashurisë, është guri I mbrojtjes, prosperitetit dhe qartësia. Si do jetë në vazhdimsi tek ju puna, stabiliteti, ardhmja, romanca. Çfarë do jetë përgatit tek ju? Shikoj sepse ju jeni shumë të qartësuar në dashuri. Dashuria ka shanse në këtë kohë. Jeni domethënë duke rrjedhur një ujëvar e bukur tek ju. Ju ke dia sapo keni konfirmuar dashurinë dhe do vazhdojë dashuria e konfirmuar. Personi që është në fjalë që keni dashur ose I dashuri juaj tash është fokusuar tek lidhja dhe po formon më formale këtë lidhje. Keni një lidhje hyjnore dhe në këtë kohë ju finalizoni. Jeni në pamjet e universit në këtë lloj kohe. Çdo gjë është perfekt tek ju dhe është stabilizuar dhe dashuria. Keni pasur të paqartësime kudo, tash qartësia është e vendosur në mendjen tuaj dhe në zemër. E shikoj që jeni e menduar, personat janë të menduar, sepse keni një frikë. Frika ju pushton nga një plan që juve ju ka dështuar ky lloj plani. E shikoj që keni një person të ngjitur mbas vetes, personi ju jep energji jo pozitive, negative, dhe gjithsesi ju vetë doni të mbartni të hapni një portë. Të hapni një portë të artë ose të projektoni diçka, sepse kjo është në mendjen tuaj dhe ju nuk e keni aprovuar akoma. Domethënë është një plan I veçantë kjo, është edhe sekret në mendjen tuaj dhe në këtë kohë po testoni vetveten si në univers që si do ta veproj. Gjithsesi kujdes, ju unë shikoj që ju do keni kujdes sepse e imagjinoni personin që ju ndjek ose personin që ju u merr ato lloj ideje. Idetë të ju janë fantastike, po gjithsesi e shikoj që kjo nuk do ndodhe në këtë kohë, do jetë në vazhdimsi sepse keni errësirën, nuk keni të sigurt akoma për ta vepruar këtë. Sa përket identitetit mashkull është me një lloj faze, janë me një lloj faze që po mbartin dhe po vazhdojnë një mision të rëndësishëm tek vetvetja. Shikoj që janë të lodhur, shikoj që edhe lodhjen posatë lartë që e kanë dhe lodhja e tepur që ato kanë kaluar I ka dhënë zemër dhe I ka bërë të fortë dhe domethënë në këtë kohë kanë mbikëqyr 4 qëllime të forta. E shikoj që do të kenë udhëtimi do jetë perfekt tek ato, pavarësisht se unë shikoj që financat nuk janë të mjaftueshme, janë në probleme, domethënë dhe në ura të errët në vetvete. Poshtë vetvetes ose në krah vetvetes kanë një person pozitiv që I ndihmon dhe I supporton në vendim dhe në ide. E shikoj që keni pak pjesë motivimi ndaj vetvetes dhe keni një çështje ligjore, një çështje gjyqësore, që jeni duke u paraqitur dhe kjo gjë ju bën që jeni pak motivimin e keni pak të ulur. Jeni duke projektuar dashurinë tuaj ose më sakt po projektoni personin që është në largësi. Personi është në largësi dhe ju nuk e keni idenë se si çfarë mendon ai për ju. E shikoj një dashuri të ndarë, e shikoj një dashuri të lënë në mes. Gjithsesi ju kërkoni drejtë, ju kërkoni një zgjidhje në vetvete. E shikoj që ju po përdorni meditimin, sado që e përdorni meditimin, dhe akoma mbasi e keni përdorur akoma nuk e keni gjetur qartësinë e shpirtit. Jeni e veshur domethënë si me të bardha, keni gjithmonë bardhësinë e keni si prioritet ndaj vetvetes. Shikoj pastërti tek ju, po sa për I përket tek dashuria ose tek I dashur ose tek partneri juaj, e shikoj të larguar, të spontuar dhe e shikoj që është një varg përpara jush si e prishur kjo varga ka simbolin e marrëdhënieve dhe marrëdhënia juaj është në dilemë. E shikoj që keni një lloj situate të pazgjedhur. Jeni lënduar,
po kërkoni një zgjidhje të një problematike, të një kauze që keni kaluar. Po gjithsesi, e shikoj që jeni rënduar edhe nga psikologjia, po edhe nga pjesa e shpirtit, po shumë shpejt ju do ta ngrini vete në moral, do ta ngrini vete nga kjo lloj problemi, nga kjo lloj situate që ju po kaloni si nga një dimension tjetër, mërzitje ose stresi, sepse keni një ndryshim shumë të shpejtë, domethënë brenda pak ditëve, brenda pak orëve, ju merrni një lajm ose vjen një motivim, më tepër është një mesazh që ky mesazh ju ngren motivimin dhe ju jep shpresën për rregullimin e punëve që juve ju ka ndaluar. Shikoj që tek ju do keni udhëtime në këtë kohë. Keni pasur udhëtime, janë stakuar udhëtime tash. Udhëtimi që ju merrni për bazë në këtë kohë dhe mund të vazhdoni udhëtimi është si me simbole të fuqishme drejt jush, juve arrini atë që kërkoni, takoni persona që ju ka dhënë fjalën ose ju ka premtuar një punë të mirë, ose një lloj banese, ose një rinovim kontrate, dhe unë shikoj që çdo gjë tek ju ka ecuri. Keni edhe këtë gjë që është vetmia tek ju posodon frika, keni vetminë dhe vetmia ju jep si një hije mbas shpine, po gjithsesi kjo gjë nuk do ndodhet tek ju, e keni në momente ose keni në çaste të veçanta, sepse unë shikoj që hapi horizonti tek ju, do ndodhi një ndryshim i papritur, çdo pjesë që është errësirë tek ju, unë shikoj ndryshim të papritur. Çfarë mesazhe do keni? Mesazhet tek ju është super mesazh. Universi ju surprizon me pjesë, domethënë energjie të paparë drejt jush. Ju vendoseni domethënë si një sferë shumë e bukur e jetës, do mbuloni nga mirësia dhe do mbuloni nga shanset që ju vinë në këtë kohë dhe arrini domethënë që vetëm mburoj nga pjesa juaj, nga dora ose nga mendimet, nga idetë, me një dorë ju mbushni mirësi ose shanse pafund dhe me një dorë ju vendosni statikun tuaj të jetës. Jeni një person që përdorni dhe hermin, dhe flakën, dhe pjesën e dashurisë. Jeni person që ndërthurni jetën tuaj dhe ndërthurni pjesën e shpirtit. Shikoj që çdo pjesë hermi që është tek ju kthehet në pjesë mbulësire, në pjesë madhështie dhe një pjesë pozitiviteti. Ju qëndroni po në atë pozicion të bukur, po gjithsesi çdo gjë unë shikoj që ju do mbuloni dhe nga dashuria dhe nga pjesët që ju keni pas takuara në këtë kohë, dhe njëkohësisht keni një zgjidhje dhe keni një prezantim të ri, një lidhje të re ose një person që ju ka sugjeruar prej kohësh. Shikoj pozicionin e juaj, shikoj që ju do arrini si në pedestal këtë pjesë, shikoj që vendoseni, keni vesh një petk magjik si në dashuri dhe si në pjesët e jetës, shumë shpejt keni një lajm të bukur universal që vjen. Ky lajmi vjen nga një si pjesë shpendi, si pjesë paqe tek ju, dhe ju vendosni tre vendime që qëllime kryesore tek jeta juaj, e shikoj që jeni performancën te dimensioneve që keni kërkuar dhe jeni në formë mbreti. Ju shikoj që keni ndryshime, dhe ndryshimet janë marramendse tek ju dhe me fitime si në financë dhe në dashuri. Ju jeni drejtues në këtë kohë.